Faleminderit për ftesën tuaj që me përcjell parashikime mediatike të që kemi bërë paralajmërimin e fashën tonë zyrtare në rrjetet sociale. Sot pranë hetuesisë kemi dorëzuar disa materiale të cilat i kemi marrë nga një sinjalizues anonim që prezantohet që është punëtor i komunës. Materialet kanë bëjnë me çështjen tashmë të protokollit dhe skandalit të legalizimeve të palegjshme që kanë ndodhur në komunën. Konkretisht tashmë tregohet qartë përmenden emrat e bizneseve, emrat e zyrtarëve dhe shkeljet ligjore që kanë ndodhur gjatë procesit legalizimit. Siç e dini, legalizimi është ndërtuar me ligjin e Kosovës, ndërkohë që objektet të cilat janë të legalizuara kanë deficite të ndryshme ligjore, duke filluar nga ato që një pjesë e tyre janë edhe në pronë publike. Pastaj kemi raste të tjera ku objektet janë ndërtuar pas vitit 2018, ku ka hyrë në fuqi ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Për këtë arsye ne kemi vlerësuar shumë të rëndësishme që lëndët si parashtresë i bashkangjisim hetuesve të cilët tashmë janë duke hetuar rroke që ka ndodhur nga kallëzimet penale të cilën ne kemi bërë në datën 30 korrik. Megjithatë, kemi përpos çështjes së legalizimeve përmban edhe një varg pretendimesh të tjera të cilat sipas sinjalizuesit që mund të ndodhen në komunën e Prishtinës, por që kanë të bëjnë me shkelje të ndryshme ligjore, duke filluar nga transferet të shumave të mëdha që kanë ndodhur nga Kosova në Britani, në Angli, dhe për cilat, sipas pretenduesit, autoritetet britanike tashmë i kanë filluar hetimet, dhe të njëjta gjë thuhet edhe për prokurorinë e shtetit të Kosovës, për mbetjet kryve që ka Britani, pas përfundimit të prononcimit, ku do të kemi edhe materialin, emailin të cilin ne e kemi planuar. Duhet të kujtojmë një gjë, me 30 korrik ne kemi bërë pasimin e real. Me datë 3 kusht kemi bërë kërkesë për çastin dokumente publike për dosjet e legalizimit. Në të njëjtën ditë, për Parim Roma, këto dosje i ka marrë nga arkiva e legalizimit, nga departamenti i legalizimit i ka marrë në zyrën e vet. Kërkesë përtetohet duke kërkuar nga punëtorët të cilët i kanë ndërzuar tek Parim Roma. Kjo gjë flitet edhe në emailin të cilin e kemi planuar. Ndërkohë që në datën 5, 2 ditë pasi që i ka marrë këtë dosje, Zoti Roma në objektet e departamentit të legalizimit ka mbajtur një mbledhje të mbyllur, ku ka qenë i pranishëm shefi i tij kabinetit, Florent Maliqi, ka qenë i pranishme zyrtarja e cila i ka trajtuar këtë lëndë të cilat janë problematike. Pra, në Sarun, e njëjta zyrtare i ka trajtuar të 4 lëndë të cilat dyshohet se janë të jashtëligjshme, ndërkohë që siç e kemi thënë, aty janë 20 punëtorë që mund ta bëjnë këtë punë. Të gjitha këto përmenden në emailin e materialet të cilat i kemi planuar, dhe mos harroni ta përmendim që ne akoma nuk e kemi marrë kurse, ne kemi marrë vetëm certifikatat e legalizimit, akoma jemi në pritje të një përgjigje nga Agjencioni për Privatësi, sepse Komuna e Prishtinës ka refuzuar që ta japë këtë gjë. Duhet të thënë se kjo afera e legalizimeve nuk duhet të parë ndarë nga mendësia qeverisë që ka instaluar të Parim Roma në këtë qytet. Ne e mbajmë mend shumë mirë projektin arkitekti i kryeqytetit me vlerë 12 milion, për cilin prokuroria speciale ka thënë që është depozuar, kanë kaluar 2 vite, ne akoma nuk e dimë se ku ka përfunduar këtë rast. Ne nuk mund ta ndajmë skandalin e legalizimeve nga raporti i auditimit i zyrës kombëtare të auditorit për vitin 2025, ku përmenden përdorime milionësh të buxhetit. Ne nuk mund ta ndajmë raportin ne nuk mund ta ndajmë skandalin e legalizimeve as nga rasti i fundit me ndërmarrjen publike banesore, ku siç e dini 32 milion euro është caktuar gjoba që duhet ta paguajë kjo ndërmarrje disa operatorëve ekonomik privat.
ndërkohë që ne kemi parë përparim Ramën, i cili bën çdo ditë nga 2-3 status në rrjetet sociale, po akoma nuk e ka pasur në fjalë vetëm për këtë çështje, për rastin e Nukovës. Ne po ja afrohemi datës në kur punëtorëve duhet të dalin paga, e siç e dim, llogaritë e ndërmarrjes publike banesore tashmë janë të bllokuara. Gjitha këto na bëjnë me dije se tashmë nuk flasim vetëm për cash menaxhim, sepse cash menaxhimi është pa aftësi e qeverisë. Po kur cash menaxhimi kushtohen edhe dëmet financiare, atëherë deri më thënë se po bëhet plashkitje. Pra Prishtina po plashkitet. Po plashkitet e sotshme e Prishtinës, duke i marrë mjete financiare, duke i marrë parë nga buxheti, dhe po plashkitet edhe ardhmja e qytetarëve për shkak të kushteve dhe cilësisë së jetës të cilën jemi duke zhvilluar. Ne kemi parë se çfarë gjendje është pastrimi, ne kemi parë grumbujt beturinave në çdo çosh. Prishtina është bërë pa jetueshme dhe për gjitha këto adresa është përparim Roma dhe qeverisja e tij. Këtë ditë, dje dhe sot e kemi parë reagime të zotit Roma në rrjetet sociale, reagime ad hoc të cilat e kanë vetëm në qëllim largimin e vëmendjes nga skandali i legalizimeve. Përparim Roma është në siklet, ai tashmë po e din që rrjeti është ngushtuar dhe se duhet dhënë përgjegjësi për secilin veprim të tij. Ne si Asamblesë Lëvizjes Vendosje po e kryjm punën tonë. I kemi pranuar të materialet të cilat po i dorëzojmë, materialet duhet të tentuar se përmenden edhe zyrtar policor, të cilët i ndihmojnë zotit Roma në realizimin e qëllimeve të tij. Ne nuk po drejtojmë vishën e partisë, ne po kërkojmë hetim për këtë rast. Prandaj, si Asamblesë, përposh që të hetuesia, tashmë këto materiale do t'i dërgojmë edhe në zyrën e prokurorit të shtetit, sepse thellësia e skandaleve, të shpërdorimeve, abuzimit që po ndodhin në komunën e Prishtinës është pa parë ndonjëherë të arritë nivele maksimale. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem bëjeni këtë. Atëherë faleminderit për pranimin tuaj dhe mirupafshim në konferencën.